Londrim, ju keni thënë, së bashku me Klodin edhe Labinotin, jeni shprehur që ka qenë një lojë e Albës. Apo jo, dhe me këtë veprim tuajin, ju, le të themi sikur e keni përfunduar strategjinë e saj. Mendoni se me Stiqin ka përfunduar strategjia e Albës në lojën aty brenda apo çfarë? Jo, puna është kështu që Alba është fakt që në fillim e boni bravo i koft Stiqin personazh tepër të famshëm edhe ja arriti qëllimit, po na gjest nuk e kishim bune se nuk ish ardhur ludo mas pari edhe për me bo Albën me hek dorë prej Stiqit kështu totalisht, po dhe po me ardhin e ludos, u vendos zbula kështu. Tamam, kështu që o kon thjesht lojë e momentit, sa për Albën e di që as kësaj nuk i pengon se sot bilen ata merrnë në Stiqin edhe ta hedhin bashk jashtë për prej oborit ta gjuna jashtë që kanë vynë mo kur gjo, që që thjesht o kon një lojë. Londrim, e thashtë edhe njëre përsëris, mos merr me Stiqin, por me faktin që ju keni thënë që ajo është një lojë e Albës, që tashmë ka përfunduar. Po. Apo jo? Po. Një prej lojëve. Këtë dua ditë nga ju, çuna. Pse ai veprim? Sepse ju mendoni që loja e Albës, strategjia ka mbaruar tu dhe Alba do të ketë një strategji të re? Apo ishte një hakmarrje kjo? Për të parë deri ku mund të shkoj. Po çfarë ishte? Labinoti? Ajo thjesht ajo lojë që e bënëm ishte thjesht në kontekst humorit, s'kena pas kur gjo kundër Albës si person. Alba, si arosh, u kon i zhdukun 2-3 javë para se me bëna atë gjest, e këna gjetë rasisht mas rikthimit të tonit, edhe Alb, tim ke falenderu që e këna prish, se ke thonë që nuk duhet Stiqi, se e ki Stikin. Kështu që ato fjallë që i thënë dhëmë të refimit dolin pak si kontradit, nëse ki nevoj muna me ta dhëmë veshin, se kjo është pjesa vetë me që këna kam met. Ose mundëm me ta qep. Klodit e pasaj kalëm të Alba? Klodi, mendon që... Shtu, thjesht kemi bëhat veprim vetëm funny moment, nuk është që kemi bëhat... Mendon që ajo loja Albës që ju e keni quajtur të tillë ka mbaruar tashmë? Ajo loja për Stiqin normal që po. Loja me Arush, po, definitivisht. Vetë e ka thonë, vetë e ka shpreh shumë herë ditë e fundit, kështu që nuk besoj që është prek atë shumë sa u do këtë në video. Mirë, Alba. Jashtë domës të refimit, Alba na ka thonë gjithve që nuk e intereson mo Stiqi dhe që është falenderuse për faktin që nuk e shemo.